Carlos Garcia nuk do t'jetë më trajneri flamurtarit. Klubi ka ndarë rrugët me Spanjollin pas 6 javësh, ku skuadra grumbulloi në drejtimin e tij vetëm 2 pikë. Një rezultat shumë negativ që nuk përligj as pak pritshmëritë e drejtuesve të klubit dhe tifozëve vlonjat. Në një deklaratë zyrtare, klubi njofton se ka përfunduar me konsensus bashkëpunimin me trajnerin Carlos Garcia. Klubi e falenderon për profesionalizmin, qytetarinë dhe vlerat që ka treguar gjatë periudhës së tij në drejtimin e skuadrës së flamurtarit. Flamurtari uron suksese në vazhdim të karrierës dhe e falenderon për kontributin e dhënë në këtë klub, thuhet më tej në deklaratë. Ndërkaq, klubi vlonjat nuk ka vonuar, por zyrtarizoi këtë të mërkur edhe trajnerin e ri. Televizioni 6+1 Vlora mësoi ekskluzivisht se Francesco Moriero është trajneri i ri i flamurtarit, ndërsa italiani 56 vjeçar rikthehet në Shqipëri, teksa merr drejtimin e një tjetër klubi të superiores, siç është klubi i mirënjohur dhe historik i flamurtarit. Ai vitin e kaluar drejtoi Laçin dhe njeh mjaft mirë kampionatin shqiptar dhe Superligën shqiptare. Francesco Moriero pritet që të bëjë maksimumin në drejtimin e skuadrës së flamurtarit për të dalë nga situata e vështirë, ndërsa klubi e ka bërë përzgjedhje në kohën e duhur për të fituar kohë, duke qenë që kampionati është ndërprer për shkak të ndeshjeve të kombëtares dhe trajneri i ri do të ketë të gjithë kohën e mjaftueshme për të përgatitur ndeshjen e parë debutuese që do të luhet me Partizanin.